kafe me vezë, madje jo me një vezë, po me 2 të verdha veze, sepse e pash dhe në momentin që po e përgatiste zonja. Kafja me vezë është tradit në Vietnam. I ka hedhur vezë, i ka hedhur një lloj qumshi kremos, dhe kjo është kafja. Unë do t'a provoj një qik për kuriozitet. Si vezë e rraur me qumë është. Megjithatë, në fillim nuk ta jep atë shijen e mirë, po më pas ta lë gojën jo të hidhur. Po e lë kafen me vezë të provoj kafen tjetër tradicionale, se ne jemi me kafe normale. Por Vietnami është vendi që njihet për kafen e mirë. Gëzuar!